Të martën më 3 qershor, rreth 27.000 maturantë në të gjithë Shqipërinë u nënshtruan provimi të parë të maturës shtetërore 2025, i cili ishte gjuhëra huaj, zakonisht anglishtja në pjesën më të madhe të nxënësve. Në Lushnjë 597 maturant nga 4 shkolla të mesme të qytetit u paraqitën në qendrat e testimit, duke nisur zyrtarisht sezonin e provimeve. Qendrat u monitoruan nga punonjës të policisë dhe roje sigurie që në orët e para të mëngjesit, në zbatim të rregullave strikte të vendosura nga Ministria e Arsimit. Provimi nisi në orën e 10 dhe zgjati 2 orë e gjysmë. U zhvillua në 145 qendra testimi në mbar vendin. Pyetjet ishin me alternativa dhe me zhvillim të ndara sipas 3 niveleve të vështirësisë. Ndërkohë provimi i radhës do të jetë më 10 qershor, e cila do të jetë gjuha shqipe dhe letërsia. Më pas më 17 qershor matematika dhe lënda me zgjedhje më 24 qershor. Pas përfundimit të këtij procesi, maturantët do të nisin një etapë të rëndësishme për përzgjedhjen e degëve universitare, që do të përcaktojnë rrugtimin e tyre të mëtejshëm arsimor.